Personat që hanë vezë çdo ditë duhet ta dëgjojnë këtë. Të konsumuarit të një vezë në ditë mban larg edhe me 12% goditje në zemër. Të dhënat vijnë nga një studim i ri që hedh poshtë mitet se vezët janë të këqija për zemrën. Rezultatet e eksperimenteve në fakt tregojnë tërësisht të kundërtën. Konsumi i vezës do të ulë inflamacionin që mund të çojë në sëmundje të zemrës. Shkencëtarët e studimeve të fundit kanë studiuar rreth 300.000 persona të rritur dhe dolën në konkluzionin se një vezë në ditë do të ulë shanset për të prekur nga një goditje në zemër me 12%. Nëse nuk mund të gjeni impakt me sëmundjet e zemrës, studimi sugjeron se ul edhe rrezikun e ishemisë me 3%. Një vezë përmban rreth 6 gram proteinë si vitamina E, vitamina D, A, antioksidant dhe zeakanthin. Element këto është shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit edhe kundër shqetësimit të radikaleve të lira.